Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Tema për të cilën sonte do të flasim është një temë shumë e rëndësishme dhe besoj që porositë që do i marrim nga profesionisti i ftuar sonte në emisionin ton do të jenë dobiprurëse për shëndetin tuaj. Do të ndalemi tek një temë e cila ka të bëjë me metoda diagnostifikuese të sëmundjeve të sistemit tretës ose sistemit digestiv. Dhe për të folur fillimisht për atë se çfarë paraqet sistemi tretës, cilët janë simptomet e sëmundjeve të sistemit tretës, si t'i parandalojmë, si t'i mjekojmë dhe si t'i diagnostifikojmë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion ton të na nderoj ai është specialist gastroenterohepatolog, njëkohësisht drejtor i qendrës diagnostikuese Benelu Internistika në Gostivar, doktor Shenasi Bilali. Përshëndetje doktor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Arjana, përshëndetje gjithë stafit tuaj të mrekullueshëm, përshëndetje gjithë pacientëve tonë që gravidojnë nga gjitha viset e pologut dhe përshëndetje për gjithë kolegët e branshës tonë dhe kolegët fillestar që fillojnë karrierën e vet. Faleminderit shumë që na keni nderuar, faleminderit për kontributin tuaj për emisionin tonë. Përpara se të flasim doktor për metoda diagnostifikuese, të bëjmë një rezume të asaj se çfarë është sistemi digestiv ose tretës dhe cilët janë organet kryesore që përfshihen në të. Trakti gastrointestinal, do të thonë sistemi gastrointestinal, vetë fjala tregon se nuk ka të bëjë ndonjëherë ka një specializim ka të bëjë me një organ, kurse sistemi gastrointestinal është sistemi, të them kështu, më i komplikuar, më i ndërthënë, ku marrin pjesë disa organe. Edhe atë duke filluar pra nga kapërcalli, lukthi, zora 12 gishtore, zorët e holla, zorët rash, hepari, pra mëlçia e zezë, rrugët biliare, fshikza e tëmthit, pankreasi dhe shpënetka. Po, si zakonisht dhe njëherë përfundojmë edhe me traktin urinar, ku vinë pacient që i ngjan një patologjie tjetër dhe ne jemi të obligueshëm që ta kryejmë protokollin që ta bëjmë kontrollin krejt. Nëse, pra, vetëm i rendita organet, nëse bëjmë një prerje sado që të jetë më e vogël, do thotë të shkojmë organ për organi, cilët janë ato simptomet më dominante, dhe të them smundjet më karakteristike për këta. Kapërcalli është pra një organ tuba fillestare, që është dikund ke afër 40 cm, dhe është një organ që simptomatologjia e tij karakteristike është me ndonjëherë një dhimbje e papritur në gjoks, një erë e keqe nga goja, pacientët si zakonisht ankohen në pengesa të gëlltitjes, pra një disfagi, po kemi edhe dhimbje, edhe shenja të gjakosës, të vjelljes dhe të mos përtypjes në rregull të ushqimit. Dhe si zakonisht, pra, smundjet kanë të bëjnë me prej çrregullimeve anatomike, ku kemi ngushtica të ndryshme, kemi si zakonisht divertikuj të ndryshme që janë disa xhepa që bëhen në pjesët e sipërme të kapërcallit dhe janë si zakonisht ezofagitet, pra ndezjet, smundja e refluksit, si që është shumë aktuale, smundja e refluksit gastroezofageal dhe që ka të bëjë me simptomatologji të pacientit mu nga ezofagu, ka kapërcalla, ku ankohet, ne i themi guksim, gromësir, apo në Shqipëri përdorin erukacion, pra janë simptomet ma të shpeshta dhe këta janë ato smundjet ku ndërthehen përfundimisht me tumoret e ndryshme të ezofagut. Lukthi, pra organ, stomaku, ne vetë në patologjinë tonë dhe përdorim lloj-lloj terminologjisë, po thjesht stomaku, pra lukthi, është një organi kryesor i tretjes së ushqimit që ka të bëjë edhe ai me simptome të ndryshme. Simptomet fillojnë pacientët ankohen çdo njeri në mënyrë edhe me simptome tipike apo simptome atipike. Simptomet tipike kisha thënë që paraqiten me fryrje të lukthit, tendencë për vjellje, guksim, dhimbje, e cila është karakteristike si për stomaku, si për zorën 12 gishtore. Pacient për shembull që ka hapur lukthi dhe që thotë që dhimbja i shtohet pas ushqimit, domethënë atëherë mendojmë se është me të vërtetë lukthi, kurse nëse i njëjti pacient takohet para ushqimit, kur është esur,
atëherë më njëherë na çon të mendojmë se ka të bëjë më tepër me duodenumin, pra me zorrën dymbëgjishtare. Edhe këta janë ato simptomet, po kemi edhe dobësimi që mund të alludon në një dobësim prej një kohë 3 mujore, 6 mujore, në alludon të mendojmë po vallë mos është edhe smundje malinje. Normalisht para tyre edhe smundjet më të shpeshta, siç janë ndezjet, pra një gastrit, po një gastrit hipertrofik ku një lukth punon dhe prodhon sekrecion të tepër të acidit kloridik dhe kundërta një lukth i cili nuk prodhon, pra një gastrit atrofik, e të cilët thelbësisht dallohen në trajtimin e tyre të motoqeshëm dhe shumë shpesh në popullat edhe në përqindje është, domethënë, infeksioni me Helicobacter pylori, e cila ka të bëjë që mund të shkakton ndezje, mund të shkakton ulçer, shkakton polipe të ndryshme dhe malt limfome, pra deri në sëmundjet malinje. Zorra dymbëgjishtore gjithashtu është një organ të cila edhe aty kemi dhimbje, pengesa, tendencë në vjellje dhe edhe këtu kemi, domethënë kemi ndezjen fillimisht, kemi ulçerat e ndryshme, shumë rrallë janë proceset malinje dhe si zakonisht ka të bëjë shumë me smundjet alergjike të natyrave të ndryshme të alergjenve, si që dim në popullat se ka të bëjë me smundjen e glutenit apo ka të bëjë me smundjen e laktozës, po edhe mos harrojmë edhe vetë parazitozat. Kemi parazit të cilët prej zorëve vinë dhe inkorporohen, si që është Giardia lamblia, mu në pjesën dhe në simptomet, përveç këtive që i përmenda, pra ka të bëj edhe alergjeni, të më thonë, alergjeni tipik se cili është. Më të që trakti biljar, si që në të trakti hepatobiljar, është mëlqizes, pra organi kryesor i detoksikimit të organizmit tonë, përfshirë përfundimisht me zorën e trashë që dhe të eliminon toksinet tona që janë mbledhur në organizëm, edhe me fshiksen e tëmthit dhe me rrugët biljare. Edhe këtu, pra kemi të bëjmë, nëse fillojmë prej ndezjeve të ndryshme, fillimisht janë smundjet metabolike që në ditën e sotme janë një përqindje të mëdha. Pra, këtu kemi të bëjmë me yndyrimin e mëlqizjes, pra ashtu quajtur steatoza, e cila nëse nuk ndërmirret fillimisht me një terapi adekuate, një trajtim adekuat, ajo do të çon në fibroz, edhe më të do të çon edhe në ciroz dhe në dekompenzim për atë pacientit. Ka të bëj shumë edhe me hepatitet, si që dini, hepatiti A, B, C, D, dhe sot ka edhe disa tipe të reja të hepatitit T, T në shtetet e ndryshme, kështu që edhe të ne shqyqyr kemi mbri në ato nivele që e bëjmë diagnostikimin edhe të llojet antitrupave që me arsi cili tip për këtive është, dhe normalisht kemi të bëjmë me smundjet malinje. Smundjet malinje të heparit të cilët nuk janë të vogël. Shumë të rralla janë për shembull të vërejsh një ejnokok, një shirit të qenit që mund të gjejsh në mëlqi të zezë, kurse vetë fshikza e tëmthit, edhe ajo është një rol, është një rezervar, e cila do të tajon në mënyrë permanente dhe në mënyrë sasiore të dukshme të acidit të bilës, të cilët në varësisht prej ushqimi se çfarë ne do të hamë. Edhe këtu kemi ndezje të ndryshme, si zakonisht janë më tepër gurët e tëmthit, të cilët në ditën e sotme në pak më efikas, elegante zgjidhen, edhe ato me një laparoskopi hiqet tëmthi, po kemi për fat keq edhe një numër jo i vogël i pacientëve të cilët pasi janë bë operacion prej tëmthit, i mundojnë simptomet e sindromit post-holicystektomik. Gjithashtu kanë prap fryrje të barkut, që do të thotë duktusi holidok, do të thënë kanali i tëmthit nuk zhvillohet sa duhet, ose fillimisht nëse është bërë një operacion klasik ekziston mundësia që sasi e bilës të kthehet në lukth, që kemi problem pra edhe me lukthin janë gastritet më rezistente për të shëru, për të udhëheq. Dhe vjen zorët e holla, do të thonë jejenumi, ileumi dhe zorra e trash. Zorët e holla gjithashtu janë karakteristika disa smundje inflamatore,
ma të shpeshta, si që mund të atakon edhe kroni, dhe vjen të themi zora e trash. Zora e trash, e cila përbëhet prej pjesëve të veta, duke fillu nga rektumi, kolon descendens, transferzum, ascendens, edhe valvula ileocekale. Gjithashtu ndërthen një patologji shumë të shpejt, të cilët pacientët mund të ankohen në kapslëqe të ndryshme, që nuk mund të dalin të kenë gjashqiqe të rregullt, ankohen në gjakosje, thot kam gjak të kuq, ankohen edhe në fryrje të barkut, dhe më thonë, në varësi se qëfar patologjie ka. Përsa i përket patologjisë të tyre, shumë është me rëndësi të zora e trash, kur themi zora e trash, në një përqindje të madhe alludojmë edhe në smundjen hemoroidale. Pra, duke filluar filmish hemoroidet, pra zgjerimet e varikseve, të cilët ndahen në të mbrejtshme, të jashtme, ndahen shkallë e pare, 2, 3, 4, ndahen të komplikuara, apo jo të komplikuara, dhe smundje tjera të radhës, kemi divertikullit të ndryshme, disa gjepa të cilët bëhet, edhe pjesë e jashtëqiqes ngel me ditë të tëra, edhe shkakton divertikulit, pra që imiton një zorë qore, për shembull një appendix, apo imiton një kapslëk, ne nuk dina se apunohet për me të vërtet dhe një ileus obstruktiv, ose është vetëm një kapslëk pak më i rëndë, derisa vim të konstatojmë ndryshimet organike të cilët gjenden në zorë. Dhe nuk duhet patjetër ta cekim një patologji, ma them edhe më e shpejt, që atakon edhe moshat më të reja, 30, 40, 50 vjet, është koloni irritabil, zora nervore, zora e ndjeshme, e cila, ma themi, çdo i dyti person sot të pacientëve tonë që bëjmë diagnostikimin në qendrën tonë, i takojnë kësaj patologjie, por nuk duhet të lënë anësh që pa e diagnostiku, se punohet për një kolit, i cili do të ketë një smundje të derisa të jetë gjallë, ose derisa ta diagnostikojmë dhe të vërtetojmë se punohet për një kolon irritabël dhe ka qëndrimet e reja me barra krejtësisht të ri. Dhe normalisht pankreasi, të themi një kontroll ultrasonografike gastroenterologjike fillon me pankreasin, dhe pankreasi është organi të themi, më them, më i komplikuar. Edhe fillimisht filloj me pankreasin, dhe themi, kur pankreasi është mirë, mendojmë se këtë tjera do t'jenë më të lehta, në punën tonë që na pret në disa etapa, edhe pankreasi, do më thonë, kemi një atakim, do më thonë pankreatit, vetëm pankreatiti akut, qoftë hemoragjik edhe eksudativ, është me një simptomatologji alarmanti, ku pacienti fillimisht një rendit kap një dhimbje e fortë, dhimbje që shkon rezaton në shpinë, edhe bile ndodhen deri dhe në humbje të vedijes, pra, dhe kështu që duhet veprojmë, koha e ardhë me njëherë me vepru, pa më përrej se mund të ketë shkaktu prej një ushqimit të bollshët me ndirë, mund të ketë e atakut prej një guri prej tamthi që ka ra në kanal, dhe ati është një kanal i përbashkët, dhe më thonë duktusi hepatik dhe duktusi pankreasit, një duktus komunikativ që është i përbashkët për të dyja, dhe edhe lieni, pra shpnetka, e cila shumë ka, dhe ajo do me thënje popli në gjuhën popullore i thëjnë dallaku, dhe kështu që i shoqëron gjitha smundjet e mëlqijës së zezë, ku nëse punohet për një steatoz yndyrim, atëherë shpnetka është mirë, por nëse ka një hepatomegali, diçka esenciale, apo një hepatit akut, atëherë në mënyrë reflektive ojnët edhe shpnetka. Kjo kishte qenë një përshkrim më i shkurt se çfarë ndërthen trakti intestinal, simptomet dhe smundjet, kështu kushtimisht që mundu kështu mënyrë pak më praktike që edhe për shqyqyusit tonë në një fjalor që edhe ato e kuptojnë. Ta kuptojnë, po. Faleminderit për këtë ilustrim kaq të bukur të anatomisë ose ndërtimit të traktit digestiv dhe njëkohësisht simptomeve që tregojnë se mund të kemi ndonjë problem me këtë trakt. Por megjithatë tani të ndalemi në një tjetër temë, e cila gjithashtu shumë është e rëndësishme, e theksova në fillim të emisionit, për metodat diagnostifikuese. Pra, cilat janë metodat më të përdorura diagnostikuese të sëmundjet e sistemit tretës? Metodat diagnostikuese të sistemit tretës fillimisht përherë në mjekësi fillohet me anamnezën. Një anamnezë e rrjedhshme, precize, që
kur ka fillu smundja, cilët janë ato simptomet kryesore dhe normalisht edhe vetë rjedha e simptomeve që të qonë të mendon të alludojsh që në fillim në diagnozë diferenciali se mund të ketë kjo smundje, që vazhdon me një kontrol objektive, pra ne i themi një kontrol, një egzaminim objektiv i pacientit, tash nuk është një bark i fryrë, që edhe fizikisht e shofim që është i fryrë, dikush nuk e ka të frit, pa i thot unë e kam barkun e fryrë, sa i ka një distenzion mrenda në murin, në muskulaturën e lemut, që ja shkakton atë ndjenjen. Kështu që vazhdon, fillimisht filloj me një ultrasonografi, pra me një ultrasonografi ku do të shofim pankreasin, shofim fshikëzën e tamthit, shofim rrugët biliare, mëlqin, dhe shofim lienin dhe metodat më të reja, një ultrasonografi e shkallës së tretë, ultrasonografi me color Doppler, mund të diagnostikon edhe pse themi se lukthi dhe zora nuk shifen me eho, por janë me metodat që në vijim të t'i spjegojmë, pra metodat endoskopike, për edhe këtu mund të shohim bile edhe një gjakosje në stomak, apo edhe një proces fillestar malign në stomak, edhe kështu që ultrasonografia është metoda më e shpejtë, është një metodë e cila nuk është e dëmshme dhe është metodë që mund të aplikohet edhe pas disa ditësh se edhe situata mund të na dirigjon që të ketë nevojë që ta rrjedhimisht ta shohim pacientin. Pra një ultrasonografi dhe më them kështu ma dominante, domethënë janë metodat endoskopike, pra ku me anë të kamerës të vizualizohet një organ e cila duke filluar pra nga kapërcalli, pra kemi ezofago gastroduodenoskopi, pra që vizualizohet trakti i sipërm digestiv, tuba e sipërme digestive, ku i konstatojmë paraprakisht smundje që i përmendëm dhe patologjitë e ndryshme të tyre në ezofag, ku do të konstatojmë se apunohet për një herni rëshqitse, e cila është një pjesë e lukthit, ashtu në mënyrë anatomike shkon në pjesët e gjoksit dhe pacienti kapet për gjoksin, fillimisht mendon që mos është një smundje kardiologjike, një infarkt, po kemi edhe raste të kundërta, ku një pacient na çojnë në mënyrë urgjente, thotë ti bëni një endoskopi të sipërme, po nuk duhet haruar se 1/3 e këtyre pacientëve me infarkt të miokardit, ne i thona me pjesën inferiore, pra ato vinë me dhimbje barku. Kështu që paraprakisht duhet edhe një elektrokardiografi që eliminojmë, të hekim se nuk ka të bëjmë me smundjet e zemrës dhe atëherë dhe të marrim dhe të t'i bëjmë një endoskopi të traktit të sipërm digestiv, e cila përfundon, vazhdon me kontrollën detale të lukthit, të cilët metodat e mëparshme të rentgenit, si që bëhen me kontrast, ato janë metodat të cilët kanë met në histori, janë metodat të vjetra, dhe këtu në mënyrë drejt për drejt shohim anatominë e stomakut, është një lukt i lëshuar, është një kaskat, shohim ndryshimet minimale në mukozë, qoftë të natyrës që është një ndezje, është një hipertrofi, është një atrofi, janë erozione të ndryshme dhe duke përfunduar me ulceracione të ndryshme apo edhe me procese maligne dhe vazhdon pra në duoden, pra përfundon me duodenoskopi, se dhe njëherë kemi edhe ashtu rast që është i përpunu paraprakisht dhe kërkojnë duodenoskopi. Edhe pse ne kemi si pretekst që duhet shifet duodenumi, normal që ne fillohet prej prap kapërcallin, di konstatojmë ata prapë dhe do vinte duodenimi dhe do t'i eliminojmë një nga një, se a punohet për një ulqer, punohet për një duodenit që është prej bilës, sasisë të tepër të bilës, apo punohet për një duodenit, si shpërshkruajtëm së pari, edhe prej alergjive të ndryshme, parazitove të ndryshme, dhe duke përfundu të eliminojmë një sindrom malabsorptiv, do të thonë ku problem tash nuk është tretja e ushqimit, po është absorpcioni i ushqimit ku morrin pjesë edhe ky organ në ndihmës të enzimeve të ndryshme të cilët tajohen fillimisht edhe prej pankreasit që përmendëm, po edhe prej fshikëzës së tamthit dhe kështu përfundon kjo endoskopia e sipërme.
Po si i shohim zorët, si zorët janë 6 metre, 8 metre është një gjatësi, ato shifen me enteroskopi. Enteroskopi është një metodë rentgenologjike të cilën paraprakisht i parapri një enterokliz, do më thënë një pastrim i tyre, edhe vërtetojmë smundjet e zorëve kanë të bëjnë më së shumti me ndezjet e ndryshme të cilët janë në nivel të zorës, po nuk eliminohet edhe një kron që segmentet të caktuara mund të jenë të atakuara, mund të ketë një stenoz, edhe ajo gati se nuk funksionon, edhe duhet ta precizojmë edhe të përfundojmë me një ndërhyrje kirurgjikale. Dhe zora e trash. Zora e trash, pra kolonoskopia. Kolonoskopia është metodë me të cilën i bëjmë një endoskopi komplet zorës së trash. Po nuk do të thotë që çdo kush duhet të bën kolonoskopi, do të thonë, nëse është një smundje hemoridale, punohet për një pacient më i ri, pacient të cilët fillimisht ne fillojmë t'i bëjmë një kontroll, një ekzaminim tush rektale dhe shohim se nëse është me hemoroida, aty ne do t'i propozojmë që të bëhet një rektoskopi, të shifet pjesa fillestare deri më 30 cm, po edhe më herët kemi të bëjmë me patologji edhe të moshës fëminore, ku vinë një nanë, diprind, me një fëmijë cili 5 vjeç, 6 vjeç, 10 vjeç, ku tregon një kronologji, ku nuk ka qenë dhe një obstruksion shumë i theksuar, po prapë se prapë ka të bëjë me dëmtimet e ganglioneve të peristaltikës së rektumit, ne i thuna morbus Hirschsprung në kirurgji, edhe kështu që fillohet. Ati bëhet një video anoskopi. Me anoskopi i shohim vetëm 10 cm e fundit të zorës. Bëhet pra rektoskopi ka të bëjë edhe me rektoskopi rigide, e cila në ditën e sotshme është zëvendësu me endoskopi fleksibël, siç është kolonoskopia, edhe ati mund të kërkon dikush sigmoidoskopi, do të thonë një pjesë, ose bëhet një kolonoskopi totale deri në valvulën ileocekale, edhe ku do t'i konstatojmë momentet se a ka të bëjmë edhe një çrregullim funksional me spazme, pra të zorës së trash, a ka të bëjë si që përmendën smundje në hemoridali, sa të konstatojmë edhe e shkallëzojmë edhe me vetë gjatë kontrolës, në hyjmë të zora e trash dhe shkojmë në retrofleksion, prej nalt të shohim vetë sfinkterin anal, edhe ti vlerësojmë gjendjen hemoridale, edhe ta eliminojmë. Dhe kur shohim nëse gjakosja të cilën e përshkruan pacienti nuk qenë ka prej hemoroideve, atëherë absolutikisht vazhdojmë dhe shohim se çfarë procesi ka të bëjë ndoshta me ndonjë kolit ulcerohemoragjik, pra një ndezje, një smundje që për fat të keq pacienti do të vuan tan jetën dhe është me rëndësi momenti sa më herët të diagnostikohet kjo smundje dhe të futet në kontroll, ai pacient ka atë kartonin e vet dhe edukohet, formohen shoqata të ndryshme të smundje të kolitit dhe të morbus kronit, që janë dy smundje shoqëruese, shumë gjajnë njëna tjetrën, por në trajtimin e tyre ka dallimi është shumë i madh, edhe pra kjo është endoskopia të përfundimon deri në zorën e trash. Edhe gjakosje si gjakosje janë më të vogla, do më thonë, me në përqindje, 20% e gjakosje janë të traktit të sipër digestiv, por janë më të vrrullshme. Dhe është gjak i zi, pra një gjak i cili ka erë dhe është hematinizuar me acidin kloridrik, edhe del zi, thot pacientin thot kanë dalë zi, thot katran. Dhe ne e dina se vetëm 5% të tyre mund të jenë të sipërme dhe të dalin zi. Kurse një gjakosje që del gjak kuq, ai do thotë që është gjakosje prej hemoroideve. Gabim mjekësor është që një mjek që në ditën e sotme për fat keq hasim edhe ashtu raste që shkon pacienti dhe pa i bë asnjë kontroll detale që ta zhvesh pacientin, t'i bën një tush rektale, ta shef, po thot po për hemoroideve gjakosën dhe i bën një ordinim terapie, thot gabim mjekësor të trajtohet një pacient me gjakosje, kushtimisht se është prej hemoroideve, smundjeve hemoridale, pa i eliminuar shkaktarët organik, pra tumor, divertikullet e ndryshme, smundjet imunologjike, se koliti ulcerativ dhe morbus kroni bën pjesë të smundjet imunologjike të cilët zgjasin shumë kohë.
Kjo është endoskopia, kemi edhe virtual kolonoskopi, e cila bëhet në rastet të cilët pacientë të cilët janë pa vetdije dhe kërkon, kjo bëhet edhe me metodat rentgenologjike, po në metodat tjera që janë, si që përmendëm, një ultrasonografi, dhe më thonë, eho e perfekcionuar, një eho e perfekcionuar, sot bën një diagnostikim deri më 90% të apendicitit, pra të zorës qore, ka 10 shenja tipike dhe nëse të t'i ka ma shumë se 3 shenja, atëherë të t'ju jeni të bindur. Metodë aktuale që është dhe një patologji e shumë e shpesht është yndyrimi, pra mëlqia e zezë mbushet me yndyrë. Dhe ne i thëna steatos, edhe pacientët e kanë mësuar, se është një terminologji shumë e shpejt, dhe kështu që metodë përveç që ne me ultrasonografi normale e konstatojmë sa ka të bëjmë me smundje difuze, pra steatoza është smundje difuze, apo ka të bëjmë me një hemangiom, dhe një tumor, apo smundje fokale, parazit të ndryshët, hemangiome të ndryshme, ku shifet në mënyrë precize. Po për këtë smundje është shumë karakteristike dhe në ditën e sotme është elastografia. Me elastografi është një metodë që me dridhje bëhet vlerësimi i intenzitetit dhe të se sa yndyrë mund të ketë. Dhe vetë ajo në klasifikon kur një elastografi bën një vlerësim edhe të smundjeve fokale, dhe ku një smundje fokale edhe shumë karakteristike që është metodë e re. Metodë tjetër është edhe RCP. RCP është, të më thënë, bëhet një gur, na vin një pacient ikterik, e shofi mizerën, thash nuk dina se ku punohet, a punohet për pankreasin, para ikterusi obstruktiv, apo punohet për dhe një patologji tjetër. Edhe çfarë bëjmë, ati duhet të bëhet, 3 ekipe punojnë njëtën kohë. Pra punon edhe gastroenterologu, endoskopisti, po edhe radiologu. Hyet ra me gastroskopin, gastroduodenoskopin, hyet deri te papilla e vaterit, që është vendi ku shprazet ductus holedocusi, pra ductus i përbashkët i rrugëve biliare, po edhe i pankreasit, edhe kështu që me këtë, do më thonë, diagnostikohet nëse guri ka mbet në kanal, edhe në njëjtën kohë kapet edhe hiqet. Pra, RCP-ja kjo është, në metoda tjera kemi edhe normal edhe punksionet, se ke një pacient që nëse shohim që ka ujë në stomak, ne duhet bëjmë punksion që ta eliminojmë sa punohet për një eksudat, një transudat, apo punohet për një evazion hemoragjik, ku me këtë bëhet, të cilët funksione gjithashtu bëhen, mas teprimi bëhen të ciroza e dekompenzuar, e cila kërkon se me vetë përbërjen e atë dhe me 5 elementet do të shkohet me një protokoll shërimi, e cila nuk është bashkë lehtë, sidomos ke rastet e dekompenzuara, po kemi metodë ku ka të bëj me një gastrit refraktar, që është shumë rezistent në terapi, pra bëhet edhe pH-metria. pH-metri, do më thonë, hyj me sondën, edhe do të matet aciditeti, do më thonë, ma tregoni në mënyrë të saktë se si ka të bëj. Metodë shumë interesante, të cila për fat ende këtu kene nuk ka arë, të cila ne në qendrat me renome, ku shkojmë në për kongrese, takime, simpoziume, është edhe elektrogastrografia. Do më thonë se populata e dinë se çfarë është elektrokardiografia, çfarë është encefalografia, po elektrogastrografia, pra me 4 elektroda do të vlerësohet motiliteti, pra që ka të bëj shumë të smundjet me smundjet funksionale. E në menjër punohet për një lukth hiperaktiv, apo një lukth i cili është krejtësisht atonik apo pasiv. Kështu që këta jenë ato metodat me diagnostike ma kryesore, si mas nevojës ka edhe metoda, ka edhe scintigrafia, të cilët mund të bëjmë, do më thonë, një hemangiom që është mbi 1 cm, që asë një metodë, po metoda me kontrast, do më thonë, me izotopet e ndryshme radioaktive, do të lokalizohet një hemangiom edhe kështu
këta ato metodat kisha të në pika ma të shkurta kështu. Diagnostifikuese, po. Doktor, një tjetër pikë shumë e rëndësishme, do me thëmë përveç metodave diagnostifikuese që ju i përmendet, dua të ndalem pak tek roli i analizave të gjakut. Cili është roli që kanë analizat e gjakut në diagnostifikimin e këtyre sëmundjeve që përmendet pak më lartë? Po. E vërteto se në protokollin e diagnostikimit të sëmundjeve gastroenterologjike, ne si zakonisht, jo se vetëm edhe në qendrën tonë i nënshtrojmë një mbarvajtje të punëve, fillohet pra prej një preventive të vërtet, i cili fillon mu të mjeku am, prej vendit të parë, ku klasifikohen, për shembull, në shtetet e zhvilluara të tjera, se nëse ka një pacient i cili ka bërë 50-52 vjet, ai veç duhet ta bën kolonoskopinë e parë. Por çfarë do t'i bën? Ai nuk i bën drejt, po bën pjesë do t'i bën fjala ishte analizat laboratorike, do t'i bën një test të gjakosjes okulte. Gjakosje minimale, të cilët nëse testi i gjakderdhjes okulte minimale del pozitiv, do të thotë ai pacient në 20, po më them edhe 50% ka shans që të ketë karcinom. Kështu që analizat elementare për herë janë si dora e gjajtë, se janë diçka që bëhen në mënyrë të shpejtë, edhe me njëherë mund na orientojnë se nga duhet të shkojmë. Duke fillu prej një leukocitoze, një leukocitoze këtë normale, një CRP e rritur, që të qonë të mendoj se edhe ka në mënyrë sekundare zhvillohet një inflamacion sekundar përveç smundjes primare, edhe shifen. Me ana analizave laboratorike i hetojmë shumë sindrome metabolike. Pra ne përmes laboratorit do të shohim se a punohet për një Gilbert, mungesë e një enzimi e cili i zvoglon kapacitetet e eliminimit të bilirubinës. Edhe këta janë sindrome, kur nëse bilirubina është deri në 30, sindromi i Gilbertit dhe kështu me radhë ka edhe disa sindrome më të rënda. Pra, me analizat laboratorike, me analizën një steatos që e përmenda pare, ka të bëj me çrregullim, të më thënë, konstatimin e enzimeve të heparit, pra AST, ALT, kur na tregon dhe gamma GT, gamma glutamil transferazë, e cila ka shumë, do me thënë, në fillim se a ka të bëj me një toksikim të qelizës, do me thënë një qelizë më të vogël hepatocitit, ku ne fillimisht me njëherë shohim se nëse ka të bëj, atëherë dhe shohim se aja është e natyrës së një hepatiti, o është e natyrës së një smundje metabolike, apo është e natyrës të një smundje, për fat keq dhe një smundje malinje. Në vazhdim shumë është me rëndësi statusi imunologjik. Me qenë se përmendim se në smundjet gastroenterologjike bëjnë pjesë edhe shumë smundje që janë imunologjike, pra edhe statusi imunologjik, ku me anë të imunoglobulin të tipeve të ndryshme ne diagnostikojmë. Përmendëm më parë edhe hepatitet e ndryshme, të cilët konstatohen përmes prezencës së antitrupave ose të antigenit, nëse është smundja aktive, nëse kemi të bëjmë me një hepatit B, hepatit C, apo të ndryshme, ka të bëjmë me markusit tumoral, që janë shumë karakteristik për tumoret e ndryshme, do më thonë, ato bëhen këtë mënyrë laboratorike, pa marrë parasysh se a punohet për markus specifik të pankreasit, markus specifik të zorës së trash, apo punohet për markus specifik të lukthit, po edhe të rrugëve bilare që është pak më rrallë. Pra, në vazhdim, testet e jashqitjes, përmes jashqitjes, arrim shumë të dhëna në fillim që shumë në ndihmojnë neve. Për shembull, ndoshta çdo pacient nuk kërkon të bëhet gastroskopi, të bëhet me njëherë endoskopi e traktit të sipër, a nëse ne mendojmë që punohet për një infekcion me Helicobacter pylori, do më thonë që në ditën e sotme për fat keq ende hasin që disa përmes gjakut i shohin ato antitrupat, që janë disa teori të cilët janë të lënda masdore, do më thonë kërkojmë antitrupa, do më thonë në jashqitje, dhe nëse është pozitiv, do më thonë atë mundet mënyrë të mirë dhe elegante të fillon të shëron edhe kolegu do më thënë mjeku ama me protokollet e caktuta, po përmes saj, si që thamë, kemi edhe testet e gjakderdhjes okulte, pastaj vinë këta metoda tjera të punksionit të ndryshme, si shpërmendën, që duhet të vlerësojmë. Këtë këta bëjnë pjesë pra ke analizat laboratorike, ku shumë janë
për shembull, përmes analizave laboratorike, nëse në një familje punohet për një karcinom të zorës së trash, domethënë ka shumë prej përmes analizave laboratorike gjenetike, ne e konstatojmë prezencën e HER1-shit apo HER2-shit, janë antitrupat të cilët tregojnë në mënyrë familjare se ky pacient është i atakuar ose ka predisponim që të zhvillon karcinomin dhe keni kujdes të punohet ende pa i bë endoskopi. Pa i bë kolonoskopi, ne mund të vendojmë në një rend se kjo grup e pacientëve është me të vërtet e atakuar dhe kushton kujdes që në moshat e më të hershme duhet të bën endoskopinë e parë edhe pastaj varësisht se çfarë na duhen. Analizat laboratorike pra është një paletë gjerë të cilët ne e përdorim në praksën e përditshme. Po, me qenë se doktor përmendëm praktikën e përditshme, ju përmendet pak më herët disa metoda diagnostifikuese që kryhen në vendin tonë dhe disa që nuk kryhen, por me qenë se përmendëm metoda diagnostifikuese dhe sëmundjet e caktuara, me qëllim që të mos i neglizhojmë këto simptome, në praktikën tuaj të përditshme në ordinancë, kryheni këto metoda diagnostifikuese? Për fat mirë jemi munduar që këta protokolle që përmendëm, ne jemi një qendër diagnostike që funksionojmë vitin e ardhshëm, festojmë vitin jubilar 30 vjetorin, jemi një qendër diagnostike që qendra e parë diagnostike endoskopike në Maqedoninë Perëndimore, pra në Pollok, po jemi edhe ndër 2-3 të parat në Maqedoni, ku këtë protokoll pune, prandaj edhe vetë emërtimi jonë në tregon edhe punën tonë, të mirena me diagnostikim. Pra, që të vinë në diagnozën, por edhe pastaj të vazhdon, do të rekomandojmë qoftë me një, a do të përfundon me intervenim, ose do të përfundon me një protokoll të saktë se si duhet të shërohet, edhe kuptohet. Pra, në qendrën tonë diagnostike posedojmë me një laborator biokimik shumë të zhvilluar, ku fillimisht ne i themi prej një pasqyrë të gjakut edhe krejt këta me radhë deri të ardhë edhe të markusit tumoral. Pra markusit tumoral dhe analizat gjenetike të cilët edhe materialet e ndryshme një kohë janë bë vetëm i kemi qunë për Evropë, kurse tash për shembull një fekal kall protektin, një pacient i cili vuan nga një kolit ulcerohemoragjik, ai nuk do të bën çdo 6 muaj apo çdo 3 muaj të bën kolonoskopi. Po ai do ta konstatojmë titrin e fekal kall protektinit, një antigjen i cili na tregon nivelin e ndezjes dhe për fat mirë, nëse ai niveli i ndezjes del negativ, atëherë do të thonë i themi se ky pacient punohet për kolon irritabël, pra për një zorë nervore, për dallim prej këtij qeti që ka. Pra, analizat laboratorike kapin në vend të dukshëm dhe si zakonisht në mënyrë kemi protokolle shumë që i respektojmë çdo pikë të atij protokolli, duke filluar prej pranimit të pacientit, prej anamnezës, siç përmendëm, një kontroll objektive e mirë, e ndërthyer dhe edhe me një anamnezë tipike gastroenterologjike. Pastaj fillojmë pra me ultrasonografi, posedojmë pra ultrasonografi color Doppler, e cila është e nivelit të lartë, dhe metodat endoskopike në qendrën tonë kemi filluar dhe sot e kësaj dite dhe çdo ditë më ditë edhe këta metoda vetë perfeksionohen, shkojnë, derisa një kohë kemi bë një endoskopi ku me sy, me tup e kemi pa luktin, tash që në mri ato metoda janë bë fleksibël dhe me një rezolucion të lartë dhe një përshmëri, se metoda endoskopike ka edhe atë përparësi që përveç që i konstaton krejt ndryshimet të mukozës, ndryshimet që ne i hasim, jemi në gjendje që në vendet nëse ne dyshojmë, pra qoftë edhe për një bakteri, apo dyshojmë diçka dhe një proces malign, qoftë edhe në submukozë, ku vetëm vërejnë ndryshime minimale, atëherë jemi në gjendje të marrim biopsi, dhe i presim analizat patohistologjike të cilët veçmo do të na definojnë që ekipa në vazhdim të vazhdon me konstatimet me onkologun dhe konstatimet me kirurgun digestiv. Pra, metoda tjera, do më thonë, normalisht në mënyrë rutinore bëhet duke ke zore trash, duke filluar prej një tush rektale dhe siç përmendet, bëhet një anoskopi e cila është shumë e rëndësishme, sidomos pjesa
e traktit e poshtme, do më thënë pra me një rektoskopi, e cila tash bëhet në mënyrë fleksibël, nuk është ajo metodat rigide, dhe një pastrim me një protokoll adekuat dhe e vlerësojmë atij pacient të cilët duhet t'i bëjmë një endoskopi të traktit të poshtër. Pra të shohim gjithë zorën e trashtë. Një pacient i cili ka një simptom, qoftë edhe një gjagdere jo të definuar, apo shohim një anamnezë që ka një frirje atopike, apo e prekim një formacion tumoral që na alludon diçka të keqe, atëherë me njëherë me protokolle të ndryshme do t'i pastrojmë. Edhe këtu ka dallime se një pacient që është prej diabetit, kemi kujdes që në mënyrë pak ma specifike do të pastrojmë atë pacient, edhe derisa të vim në endoskopi, normal që para se të bëhen këta, e shohim në bazë të patologjisë, në bazë të komorbiditeteve tjera, smundjeve shoqëruese, gjendja e përgjithshme e atij pacientit fillohet prej një anestezioni lokal, që mund të jetë me një sprej, deri në një premedikacion që pacienti të jetë i qetë, të ta kalon atë metodë. Normalisht, paraprakisht, çdo pacient njoftohet, pra jep pëlqimin e vet, njoftohet se çfarë metode është kjo, çfarë mund të ndodhë, a ka ndonjë komplikim, edhe kështu që me pëlqimin e pacientit atëherë kemi më lehen, atëherë na ngel detyra neve që ta japim përgjigje. Kështu që jemi në rrjedha që vazhdimisht me këta metodat më të reja se koha e kërkon dhe puna vetë na dikton që na duhen edhe ato. Metodat bashkohore. Po doktor, sa është e rëndësishme që pacientët të mos neglizhojnë simptomet, si për shembull dhimbje të barkut, fryrje të barkut, gjagderdhje të ndryshme, sa është e rëndësishme që të mos neglizhohen këto simptome? E vërtet është ajo, unë do të marr një shembull, pjesë të subspecializimit teme kam kryer në Sloveni dhe ku prej 5 pacientëve që presin te dera për një kontroll, prej 5 pacientëve 3 janë thotë unë nuk jam i smur, po unë kam erdhur në kontroll. Pra jo të pret një karcinom, një tumor malign të shkon shkalla e 2 e 3, edhe tani të vjen ke mjeku. Çdo simptom, një gjakosje, po qoftë gjakosje e thjesht, po edhe qoftë se nëse ai e sheh se mendon se me të vërtetë është hemoroidi, atëherë kërkon një kontroll detale. Pra, çdo frirje e barkut nuk mund të jetë një frirje krejtësisht e thjesht, po mund tash vetë fjala frirje e barkut tash nuk dina, apo punohet për smundje të stomakut, apo punohet për smundje të tëmbëthit, apo punohet për vetë pankreasin, apo punohet për zorën e trashë. Pra, çdo të ne duhet ndikoj pra edhe vetë kultura medicinale, pra që t'i kushtojmë rëndësi prapë gjithmonë thirrjen në preventiv, po preventiv me të vërtet në praktik, që dihet të ketë sa është përgjegjësia e pacientit, që duhet në kohë të bën një kontroll, apo edhe sa është përgjegjësia e mjekut tam, se ai është i pari i cili vehet në kontakt me pacientin, edhe mjeku am është ai zinxhiri kryesor fillimisht që prej aty fillon, që në kohë a do të bën një diagnostikim laboratorik, pra dhe do të përfundon me një kontroll të Helicobacter pylori në jashtëqitje, apo do të ketë absolutikisht e nevojshme deri në një endoskopi që të merret biopsi dhe të vërtetohet. Dhe këtu kanë të bëjnë edhe ndoshta nuk edhe institucionet e ndryshme, se nëse një pacient ka ardhur dhe ka ngel me një diagnostikim për fat keq, ka ngecur procesi i diagnostikimit në mes, edhe vinë edhe në qendrën tonë, kështu që aty është edhe më rëndë. Pra duhet të bësh një vlerësim me vërtet, a ka bërë pacienti diçka, çfarë vlen për ative, se në mënyrë ligjore duhet edhe asaj ti kushtojsh kujdes, se nëse ka bërë diçka të vlefshme, ka bërë një endoskopi para 3 muaj dhe kërkon prapë endoskopi, kur shohim se institucionet relevante çdo kush del me ato qëndrimet e veta, me diagnozet e veta, me trajtimet e veta, dhe kështu që është me rëndësi domethënë kontrollat me rregull. Një pacient absolutikisht që ka hup 20 kg, thotë ka hup 3 muajt e fundit, atëherë veç është një simptom alarmant se punohet veç diçka serioze, punohet për një proces malign i cili konstatohet në mënyrë endoskopike, në mënyrë patohistologjike. Pra, roli i pacientit, roli i mjekut, roli
i mjekësisë primare, sekondare dhe përfundimisht ajo terciare, kështu që lufta është që një moment e më parë të ketë diagnozë. Kur ka diagnozë, atëherë ka edhe shërim, ka edhe trajtim, po shërim sipas protokolleve adekuate. Jo shërim simptomatik të themi, vetëm me janë dalë simptomet, edhe s'kemi bë asgjë, atëherë de facto pacienti hyn edhe në krizë, edhe të matotjeshme, dhe para apelojmë që kontrollat të bëhen në mosha të ndryshme, dihet cilët mosha, nëse në moshat e reja dyshojmë të mos janë alergjit në pyetje, për shembull, ose është donë me konstatu një intolerancë të ndonjë ushqimi të cilët ende nuk ka hetuar, nuk punohet me një smundje gluteni e rëndë, po punohet me një shkallë më të lehtë dhe ai nuk ka simptome tipike. Në moshat madhe, dihet që në moshat më shtyra, atëherë proceset maligne janë më të shpeshta, gastritet medikamentoze, për fat të keq në ditën e sotme janë shumë të shpeshta, që pacientët janë të kushtimisht të atakuar apo konsumojnë barna të shumë fishta, edhe të cilët në mënyrë potenciale na i atakojnë stomakun apo atakojnë edhe zorrën e trash, edhe shumë është me rëndësi që pacientët të kenë diçka edhe elementare nga trajtimi i lifestyle-it, të stilit të jetës, pra se është një stres në pyetje, është një çrregullim anatomik, është një çrregullim organik dhe për secilin prej këtyre ka ato dhe rekomandimet e ndryshme dietetike, pra dietat e ndryshme të cilat janë karakteristike për të stomaku, dietat e ndryshme të cilat janë propozohen të një steatos, apo dietat e ndryshme të cilat propozohen në mënyrë precise në bazë të protokolleve dhe analizave të caktuara alergologjike dhe intolerancës së ndryshme të ushqimeve, kështu që këta janë ato në pikë mos neglizhohet, po me kohë, sa më parë me ardhë edhe me pa, atë ndikojnë shumë faktori siç i përmendëm, pacienti, mjeku, sistemi i shoqërisë dhe kështu me radhë. Doktor, nëse nuk keni shtoni diçka tjetër për në fund, faleminderit për këtë mesazh, për këtë porosi dhe për gjitha këto informacione që kishin të bëjnë me diagnostifikimin e sëmundjeve të sistemit tretës, një temë të cilin më herët nuk e kishim konsumuar e që ishte shumë e rëndësishme për ta trajtuar. Unë ju falenderojmë që ishi pjesë e emisionit tonë dhe urojmë që në të ardhmen të shihemi me tema të tjera në dobi të pacientëve. Aljona, falenderit për ftesën dhe gjithmonë jemi në dispozicion në shërbimin tuaj, gjithnjë në kontekst të asaj që të kontribuojmë për shëndetin e popullatës tonë, shëndetin e pacientëve tonë, shëndetin e të afërmve tonë dhe vetëm përmes kështu emisioneve, përmes tribunave të ndryshme, përmes seksioneve medicinale të ndryshme, ato janë vendet, kongreset të ndryshme, ato janë vendet ku prezentohen risit, çdo ditë e mëtej, mjekësia shkon shumë para e më para, vetëm një vit mos shkojsh me një kongres gastroenterologjik, do ta ndjejsh mungesën për vitin e ardhshëm. Pra, atë shumë metodat bashkëkohore shkojnë, jemi në përpjekje që t'i ndjekim këta trende, edhe gjithnjë krejt kjo është në suazat e shëndetit të pacientit. Shpresojmë që edhe inshallah edhe më të që jemi në disponim kur të ketë nevojë të kontribuojmë pra gjithë të pacienti, të kolegët e ri, që me përvoja tona, me njohuri tona, që të mund ato të shkojmë përpara. Ju faleminderit shumë, ishte nder që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit, kënaqësia ishte edhe jona. Të nderuar shikues, kemi folur për një temë shumë të rëndësishme shëndetësore që kishte të bëjë me metoda diagnostikuese për sëmundjet e traktit tretës. Uroj që porositë që i keni marrë nga mjeku personaliteti ftuar në studio do i keni parasysh dhe do të mundoheni që të keni një jetë të shëndetshme. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë mbetçi me shumë shëndet. Mirupafshim.